Përshëndetje mi së dashër. Të ndëgjojmë Anton Qunin, Milem Zekin, Bebi Kajtazin, Berat Buzhalin, që gjithë këta e ka shumë tjerë, po s'për përmeni me emna, që s'pëm kujtohen, jo për diqka, që u luqin për me po ashtë i pëthashin në burg. Shkojna me vitën miq, e të diskutojnë së bashku i lutën. Pjesëtarët të UÇK-s kanë kry krime lufte, janë vërtetu edhe në gjykata. Kanë kry krime lufte, po duhet me zjedh. Me kon nuk votoj shoqëzimin e saj. Bolla. Sepse kam dëshirë shumë të madhe me pashën thoqën në burg, i cili e ka prunë gjykatën. Kur i kanë thonë këto fjallë, e tash po më nohen, kështë janë s'kom thonë kështu, po në kom thonë kështu, kom thonë kështu. Shkojnë miq. Nuk mundet kjo gjykatë në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë kuptim nëse nuk akuzohet zoti Thaqi. Pra unë pres që zoti Thaqi me u akuzu dhe pres që ka muj marë sa i veç me ultu për hangë. Si pra Thaqi, unë mendoj, pa marrë parasysh për çka Buzhala. përballet me drejtësinë. Pra, pse ekziston tribunali special sot, është merit kryeput e zotit. Tani të kundërtën. Ai e ka shkru që shka po shef, kur njët tam s'kam thonë për njerës të luftës, kom thonë. E akuzon, jo një të marët që ka tha, e akuzojnë që ka thonë për njerës të luftës, ka thonë qështu. Por tash mas i ka po që i kanë morë gjithë të vjetë, inshallah jo, veç po thonë thojza, se prokuroria tash vendosë gjykata, inshallah jo more zot, inshallah lirojnë të lirë, sepse nuk janë për që kanë bo krime të luftës, saj për e të luftës, mas luftë nuk e di, po flasëm për luftë, kështu që lufta është e paqë, edhe do të me konë të lirë, po ngojmë tash baglin me s'far ftyre ka, sa ftyre i ka. Për ashimin e për gjithë këta për mu janë herot luftës, për gabimet politike cilat ata i kanë bo në bas lufte, sa në qaun e këmë po, si këmë thonë foltore të parlamentit, i këmë thonë media. Kjo nuk është gjyq politik. Politikisht unë nuk mendoj se Hashim Thaçi, asi ai tjetri, asi Nasimi, asi plot tjerë. Unë jam di vujë që pas kanë kaput një cop video apo ta shpërndajnë. Lirisht ta shpërndajnë. Po thon ajo video thotë unë dua me pa Hashim Thaçi në burg, është montazh, është montazh, unë çfarë montazhi marrë të me videon që unë dua me pa Hashim Thaçi në burg. Shkojna. Thonë në ABC News, unë kur nuk besoj që këja ka bo krime, ma kanë prej që ta kanë thonë ka bo krime. Po e thamë publikisht. Po dhe me prej, të thonë. Operacion e këm posë në të marë në faqe. Nga një mdomim ka bo operacion. Qa do me shku, a ka poshtërsi ma e madhe, se qita njerë si kë, e vudi gjumë shiti kanë thonë, e dhunun njerëzit e Hashim Thaçit edhe abuzun seksualisht. Shtu kanë thonë e kinë media, let i grohin, let shkrujnë. Unë e kam vite që mu më interesën veç opinioni 4 qikav të minja. Në këtë vend, si ki hero, si ki shpioni udhve, si qka dush, e kanë kriju narracionin, këta shumë kundër neve që jemi këtë burgosër politik, që jenë kundër neve që jenë ardhë në luft, këtu e nësot 3 burgosër politik. Së është problem, let i grohin. Zoti Veseli. Anton Qunin, të ndëgjojmë i lutëm. Zoti Thaqi. Me emën me ndihemën. Ju jeni arsyeja që me detyroni të qëndroj ende në këtë parlament. Ngoni mirë. Ndoshta e ndjeni fitimtar vete në këtë betejë, por do të shihemi në finale. Po një gjë dua t'ju garantoj, të gjitha ato mjerime që ja u keni shkaktu qytetarëve të Kosovës, për gjitha ato shantazhe, për gjitha ato manipulime që i keni bërë, ju po me detyroni të qëndroj këtu deri se t'ju shoh juve pa prapa grillave. Ju aty i keni vendin. Në mandatin e kaluar në këtë... Asnjëherë nuk ju pajtu me Ganimetin Musliun, gangon që i thomone, qëtu, po. Qëtu edhe në pres, qa pret ganja, pres adhone. Shkojnë amiq?
Kuvend, ju u patë deklaruar se do t'jepni dorëheqje nga politika në momentin që do t'i qoni në burg Hashim Thaçin e Kadri Veselin. Tani, kur ata janë në burg, unë kisha dashur të di kur do të jepni dorëheqjen, pasi që është përkush misioni juaj politik. Faleminderit. Se Vebi Kajtazi i cili më thot kështu. Kishë jure që është më bërta. Fatmir që thot kështu presje. A kështu, Vebi? Dhe thue. Vebi Kajtazi edhe ke i që Malet më Shehollit. bërta. Që ja ka vra ushtria çlirimtare e Kosovës. A thu kështu? A din të qenim dëshmitar në proces të Edin, edhe çka? Prandaj, duhet me pas kujdesën në këto postime, edhe më thue, u shkujt e Vjosa Osmani, ku jeni dëshmitar? Ka thonë, unë jam dëshmitar në prokuroritë të gjykatës speciale. Të gjykatës speciale. Për rastin e babës. Okej. Edhe ti e di tash çka do ndodh mas këtij postimi tan. Jo let kështu që nuk e kam unë, hes këtë farë. Jo ti, probleme s'ke, po ke po probleme, mund ke po dom. Vetëm mund ke po dom. Sim ke quajt zyrtar të UDB-s. Sot më thuaj. Ti ta ka bënë se s'është jetë. Është ai në burg. Qyshëm. Është ai në burg. Cilla UD? Çajo UD balla, cilla. UD ba e Ti ka shumë burg tash. Sot. Ti e thu sot. Ja ku është thuaj? Edhe thuaj, ka vrarë ushtria çlirimtare e Kosovës i biri ushtria. Kur e ka vrarë? Ushtria çlirimtare. Kur e ka vrarë? Kur ka gjykim formës për. Kur e ke pati një zyrtar eksponent e ish pushteteve i cili 5 milion euro i ka tërheq pare kesh dhe këta dalin me krenari e mbrojt. Ama një. Nuk ka. Këta ka lujt mëre. Najnë ato lujt komplet si opozitë si shësni. Kjo është smendori kolektive. Dhe kjo është në nështrim nda Albin Kurtit. A dojnë me në nështru e pafshin më shnetë. Zoti Raci? Raci. Nuk e di që ka që unë zeksh, nuk ka që kesh, po e më dzej se ke shërby Hashim Thaçi sot vjen ma mbruan këtu Albin Kurti. Edhe ti ke shërby me ke akuzu për vrasje. Ke akuzu për vrasje. Cilin rast? Cilin akuz? Veto t'i kje? Njerë thot po, ta shtacion në akuz. Që nga vidin? Ta shtet me besune. Ma fjallën. Cile me besu? Mos raj. Ama fjallën. Përkane, Pa, të më rëki? intereson. I marë veto t'i kje? Ti kam zëm. Ti mora, a mu me folja? Ja, s'mune. Kur e ku ma akuzu për cilin vrasje? Cilin rast? Pas për organizatime. Mos e leo, Gone dhe vëndës. nesër do t'jetë vonë. Sot është mëngjesi më i rëndësishëm për që ato që kanë luftu dhe që kanë punu qytetarët e këtij vendi. Është mëngjesi më i rëndësishëm. Është nyja, është udhkryqi. Prezent janë 101 deputet. Vazhdojmë procedurën e votimit. Votojmë amandamentin 1. Nuk ka votim. Albin Kurti. Pelon. Ja pra mi së dash, kjo ishte vitja për sonte, kur për sot, më fali, se mësu se zakonisht i bëjmë ramje vitjet, edhe kur Albin Kurti është kundër kësaj gjykate, edhe komplet VV-ja është kundër kësaj gjykate, sepse s'kena pas dobi për saj, vetëm dëm. Kështu që mi së dashër, inshallah na e lirojmë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mirë dhe gjoshën në vizë dhe radhës. Respekt për secilin.